Çfarë është falas në Gjermani? Universitetet, studentët vendase dhe ndërkombëtar kanë një tarifë studimi zero, përveç se tarifës semestrale që varion nga 150 deri në 350 euro në varësi të universitetit. Vizitat e mjeku. Çdo vizitë tek mjeku ose tek një specialist janë falas në Gjermani, mjafton vetëm të tregosh kartën e siguracionit të shëndetit. Autostradat në Gjermani. Janë rreth 13.000 km rrugë autostradë në Gjermani, në të cilët kushdo që i përdor nuk paguan asnjë tarife. Lojrat për fëmijë janë rreth 100.000 parqe, këndelojrash, zipline dhe kështu me radhë, të cilat mund t'i përdori kushdo pa asnjë tarifë, biles edhe mirëmbajtjen e tyre e kryen qyteti përkatës. Mësimi i një profesioni në Gjermani, pra një Ausbildung, ka specializime të caktuara në të cilat jo vetëm që nuk paguani, por merrni lek ndërkohë që ndiqni këtë specializim. Tarifat mund të shkojnë nga 800 deri në 1.300 euro në muaj. Avokati për 15 euro. Nëse ke të ardhurat të ulta në Gjermani, atëherë shteti me anë të Beratungshilfe e paguan ai avokatin për ty. Ti paguan vetëm tarifën për 15 euro në fillim të saj. Nëse lind një fëmijë në Gjermani, atëherë tarifat janë zero. Kjo vlen për trajtimet para lindjes, gjatë lindjes, nëse është nevojshme edhe në një operacion, dhe trajtim pas lindjes deri në 8 javë minimumi. Dhe e fundit 12 vjet shkollë falas për fëmijët. Të gjitha shkollat publike në Gjermani janë falas, në disa lande ose në disa qytete gjithashtu dhe librat jepen falas për ta.